Shikues të nderuar, mirëmbrëma, mirë se erdhët në debatin e radhës së zgjedhore, ku subjektet politike që janë në garë për zgjedhjet e 7 qershorit po shpalosin programet dhe ofertat e tyre për qytetarët. Në këto periudhë zgjedhore, njën nga tema që po merr gjithnjë më shumë vëmendje dhe rëndësi është zhvillimi i teknologjisë, digitalizimi i institucioneve, inovacioni dhe krijimi mundësive të reja për të rinjt. Kosova në fakt ka ndërtuar ndër vite një komunitet rëndësishëm profesionistësh në teknologjinë informative me kompani vendore që eksportojnë shërbime në tregje ndërkombëtare dhe me mira të rinj që po zhvillojnë karrierën e tyre në sektorin e teknologjisë. Megjithatë, sfida mbeten të shumta: transformimi digital i administratës publike, zhvillimi i startupeve, lidhja e arsimit me nevojat e tregut të punës, siguria kibernetike dhe krijimi i kushteve që talentet të rinj të ndërtojnë të ardhmen e tyre në Kosovë. Sonte pra do të diskutojmë për programet dhe zotimet e subjekteve politike në këto fusha, duke u fokusuar në planet konkrete, investimet e parashikuara dhe rezultatet që synohen gjatë mandatit të ardhshëm. Për të diskutuar për këto tema, sonte me ne në studio është zoti Bekim Agjiu nga Partia Demokratike e Kosovës. Zoti Agjiu, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Dhe po ashtu kemi edhe zotin Frashër Krasniqi nga Partia Social-Demokrate. Frashër, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjej. T'ju njoftojmë shikues të nderuar që Lidhja Demokratike e anulojnë momentet e fundit pjesëmarrjen e përfaqësuesit të tyre, ndërkohë vetëvendosja as sonte nuk ka dërguar përfaqësues, kurse nga AK kanë thënë që nuk kanë ndonjë përfaqësues që është i profilizuar në fushën e teknologjisë. Zoti Agjiu, cili është vizioni i subjektit tuaj për transformimin digital të Kosovës gjatë 4 viteve të ardhshme dhe çfarë në fakt ofron programi PDK-s në këtë fushë? I kemi 3 minuta kohë për shpalosje të programit, pastaj mundemi hapësirën tjetër ta shfrytëzojmë edhe nëse ka ndonjë replikë apo diskutim. Faleminderit shumë. Është nëse domosdoshme që në zhvillimet të cilat po ecë bota sot edhe me AI, edhe të mendosh që në qeveri që ta nashkalohet digitalizimi i tërë procesit të administratës publike, do të thotë është diçka që nuk mund të flasim pastaj për qeverisje efikase dhe transparente. Një proces të e-qeverisjes Partia Demokratike kishte filluar qysh në vitin 2008 me strategji në cila ishte për digitalizimin e administratës publike qysh në vitin 2008, strategjia parashishte 2008, periudhën 2015 dhe nga ajo mendoj realizimin e pilot të digitalizimit të administratës publike, mirë po fokusin e kishte gjithsesi tek digitalizimin procesin e arsimit edhe në sektorin e shëndetësisë. Sigurisht që fillimet e para kanë pas vështirësitë edhe për shkak mungesës skuadrave, mirë po janë bo hapa konkret se i për këtë aspektit të digitalizimit edhe përgatitjes e infrastrukturës së nevojshme për shtrirjen e rrjetit të internetit në të Republikën e Kosovës që do të mundësonte pastaj edhe e arsimin. Më vonë me ndryshimin e ministrave edhe të ministrive, një proces i tillë ka ngecur dhe kjo strategji, sikur strategjia tjetër e miratu në 2023 ka ngecur nëse implementuari. Dhe Partia Demokratike ka ekspertë të saj për të cilët mendoj që mund të realizohet dhe duhet të jetë një prej objektivave kryesore. Flas vetëm për sektorin e shëndetësisë me cilin ja marrë një kohë gjatë, me programin tonë për shëndetësi parashihet edhe sistemi informimit shëndetësor, funksionalizimi i tij i cili ka ngecur për shkak të problemeve ose më thënë më mirë jo gatishmërisë së vetë institucioneve përgjegjëse për ta implementuar dhe digitalizimin e tërë procesit të sistemit shëndetësor, duke e integruar edhe me AI, sepse sot përdorimi i AI-s në veçantin në sektorin e shëndetësisë do të ndihmonte shumë mjekët për të marrë informacionet e duhura në mënyrë më të shpejtë dhe të avancuar dhe me rezultate të cilat janë reale dhe cilat do të ndihmonte mjekët në punën e tyre. Gjithashtu kjo do na ndihmonte pastaj edhe monitorimin e procesit edhe të procesit të evidentimit të banave, duke ndërtuar pastaj platformën kuadër të digitalizimit, platformën e e-recetës dhe e-pacientit. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë që mjeku kur e përshkruan terapinë e tij, ajo do të gjenerohet me barnatore
dhe pacientët nuk do të kenë nevojë më që të vazhdojnë më tutje për të mbledhur me raporte fizike për të marrë një terapi. Trashër, çfarë vendi zë teknologjia dhe inovacioni programin tuaj zgjator, kur kemi parasysh po që edhe subjekti juaj kryesisht përfaqësohet nga gjenerata treja? Qyre, pika e parë, para se me kalu të tema, unë kësha dashtë edhe njëherë me ngrit shqetësimin real me atë që po ndodh në këtë fushat sa i përket ikjes së subjekteve politike nga debati. Domethënë është krejt e qartë kur pushteti ik prej debatit, tutet me dalë debat, ose ka arrogancë, thotë unë nuk du mu përballë, po është krejt e pakuptueshme kur opozita i braktis debatet. Edhe sillet në mënyrën e njëjtë me pushtetin, pikërisht. Dhe dimensioni i dytë që është ndodhur janë një kategori e emisioneve, studiove televizive, televizioneve tjera, që nuk eftojnë fare PSD-n për shkak se partitë s'po me dalë me PSD-n, mas ne i pjau kushzojnë edhe ata pingojnë edhe nuk peftojnë. Edhe është kategoria tjetër ku PSD aftohet sipas ligjit, me të drejtë, që shë bën pra RTK-ja, bën KTV-ja, kanë bën disa televizione, por pastaj partiti i ikun debatit. Në këtë rast, LDK-ja, vetë vendosja, domethënë nuk vinë fare në debat. Për mendimin tem, kjo flet për një fenomen krejt tri në këtë fushat zgjedhore, i cili fenomen është ku një parti që akuzojnë ose i thonë që është partia më e vogël, është ka i frikson partit tjera prej debatit pikërisht për shkak të qëndrimeve tona politike dhe jo për ndaj arsye tjetër. Sa i përket digitalizimit, qyre me gjithë respektin për temat e përcaktume, për emisionin, për krejt, Kosova nuk ka të shku në zgjedhje për shkak se mungon digitalizimi. Kosova nuk ka të shku në zgjedhje për shkak se si kemi bo qare digitalizimi. Kosova ka të shku në zgjedhje për arsyen e thjesht që PDK dhe LDK kanë vendosë me quveni në zgjedhje të lyp pak ma shumë pushtet që me njëherë ma zgjedhjeve me hinë koalicion edhe me bo marveshje me Kurtin. Sepse para zgjedhjeve mendujnë që mujnë mu rrit pak, mendujnë që mujnë me zvoglu Kurtin pak, rrjedhimisht a i merë ma seriosisht edhe i merë në koalicion. Kështu që unë mendoj, na mujnë a mi pas programet ma të mira qeverisë, ndaq për digitalizim, ndaq për qka do. Po qytetarët e Republikës Kosovës janë të votu për tjetër sen. Krizën në të cilën jena të shku është krizë për tjetër sen. Është krizë politike, edhe unë mendoj që debati du të më bo për temat politike. Ata që dojnë edhe vendosin me votu për programe, letë votojnë për programe, por realisht nëse e këqyrim sot, unë nuk pesha asni qytetar të vetëm që është të prit, qëfar programi ka PSD-ja për digitalizimin që u mandru menën atë e vëtëja jo. A unë jem të po shumë qytetarë të Republikës Kosovës, që jem të thonë, pse na qëjnë zgjedhje LDK-ja, nëse tash po thojnë, me njerë ma zgjedhjeve, na s'kemi vijat kuqe edhe du të mullë me bashkëpunu me Kurtin. Pse na qëjnë zgjedhje PDK-ja, nëse s'la sen pa thonë për Kurtin, e tash Bedri Homza nëse cilin emision që delë, thot, ne nuk kemi vijat kuqe dhe duhet të merremi vesh për qeverin, për kuvendin dhe për presidencën. Mendoj që kjo është tema që duhet me diskutuar, që kjo është tema që ju intereson qytetarëve të Kosovës, edhe është tema për cilën duhet me folë në këto zgjedhje. Para se shkojmë, po. Janë shkurt, vendin zgjedhje nuk e ka qenë Partia Demokratike për të gjithë qytetarët që kanë pas mundësi me përcjell zhvillime politike. Vendi jon po bën zgjedhje për shkak të ambicieve egoiste të Albin Kurtit dhe të Vjosa Osmanit, sepse njëri dëshiron të bëhet diktator e mbret, e tjetra ka dashur të më bëjë me çdo kusht të jetë presidente. Partia Demokratike, nuk do hyna, frashë kur bën një debat që kemi vesh në dy dhe në gjitha kjo është debati i tretë, në të gjitha debatet kemi qenë edhe PSD-ja dhe PDK-ja, edhe parti tjera politike, son të pomungaj, kam në çështje të tyre se si e vendosin e si e shojnë, sepse nuk ja kena frikën askujt, në zgjedhje hyjmë me program qartë për t'i ofru qytetarëve. Normalisht që temat politike janë të rëndësishme dhe duhet të diskutohen, por para qytetarëve gjithse cili subjekt politik duhet të prezentohet me program dhe kjo mendësi e konventimeve, e polemizimeve, e polemikave të kota të cilat e mbysin argumentin me zhurmë, duhet të marrë fund, sepse qytetarët janë lodhur për kësaj çështje politike. Dhe qytetari
duhet t'i prezentojmë programet, duhet na marrë përgjegjës për programet cilat i ofrojmë dhe për mos realizimin e tyre, ose të shpërblejnë politikanët të cilët i përmbushin premtimet. Se ne kena një subjekt politik që po qeverisë 6 vite dhe asnjë prej zotimeve dhe premtimeve cilat i ka dhënë në fushat elektorale nuk i ka mbajtur. Pra, vendi po shkon në zgjedhje për shkak të ambicjeve egoiste të Albin Kurtit edhe të Vjosa Osmanit, sepse njëri shë ëndra me mbret e tjetra ka po ëndra në zyren e presidentes. Këto zgjedhje jemi jo më për veç dëshirët tyne me i realizu komplekset. Qytetarit duhet me vot përcaktohet. A do me afshëru komplekset 2 personave, a do me vendos për tarmën e vetë dhe me nalë këtë krizë. Krejt kisha me qenë dakord me Zoti Haxhiun, krejt kisha me qenë dakord me këtë qëndrim, edhe mbi ambicjet e Kurtit, edhe mbi ambicjet e Vjosës, veç sikur të kish pasu fjalia e radhës që PDK-ja ka vijat kuqe për veç që së ndërprejva asun. PDK-ja ka vijat kuqe për vetëvendosjen, edhe na nuk kemi me qeveris në asnjë rrethon. Vetëvendosjen s'kemi mja votu presidentin në asnjë rrethon. Por për kundrazi, e keni para 4 ditësh Arjan Tahirin që ka qenë shefi grupit parlamentar të PDK-s, i cili thot, ne do të rrim në sallë, do të abojmë korumin, nuk do të lejojmë vendin ma me shku në krizë. Dhe i cili thot, ne nuk kemi vijat kuqe, duhet t'ulemi të bashkëpunojmë. Dhe një ditë mas, po flas me data tash, e keni Bedri Homzën, i cili thot, sa po të kryen zgjedhjet, partit duhet t'ulen të bëjnë marrëveshje, dhe gazetari e pyet, edhe vetëvendosja thot, ne nuk kemi vijat kuqe. Thot, duhet t'ulemi të bëjmë marrëveshje, jo veç për presidentin, për qeverin dhe për kuvendin. Pra jënë të lyp ashiqare, jënë të i qumë mesazh ashiqare Albin Kurtit, që na ta votojnë presidentin të rina në sallë, veç miri shkonë me na dhonë të hise dhe neve në pushtet. Throsh Lutem, se përfundova në replikën time. Pra, nëse i thu Kurtit autoritar, nëse i thu Kurtit me ambicjet smuta, autoritare, për pushtet, me të cilën kritikun jëmë dakord edhe e këmë thonë që 6 vjetë, nuk mund është fjalia pasuse me thonë na duhet ndërtoj murat bashkëpunimit, sepse nuk ka asnjë vend të botës ku autoritarizmi urxu me bashkëpunim me të. Nuk ka asnjë vend botës ku autoritarizmi urxu të kqyr me bë kompromis me të. E keni Uran Ismailin, tu dal tu thon, na nuk kemi vijat kuqe me Kurtin, mirë po pse e shohim pak si të pamundshme me të, është për shkak se ai nuk po ndon mjaft pushtet dhe për shkak se ai po del para dite po na shon, mas dite mas ne po na lyp koalicion. Që i bjen me pamujt Kurti diqysh mos më na shoh para dite na dhe i shkojmë koalicion. Që kjo është opozita sotme. Që kjo është arsyeja pse na po shkojmë zgjedhje. Që kjo është arsyeja pse ka garu PSD-ja. Për shkak se realisht çka është në rrezik Kosova mas hyn në zgjedhje është me met pa opozitë, që shkon deri qitash pa opozitë. Sepse nëse qohet Kurti nesër, krejt ka më uvar kën e thirraj. Nështë s'ka me pas nevojë për asnjonin, po edhe mundësi as me bë. Nëse qëre, a ka me pas mundësi me bë ajo nuk e di, qa s'ka me pas mundësi unë që të po të kallëzoj sigurt, është që kjo opozit me u bë bashkë me zveti për me rrezu Kurtin, sepse e kam pas mundësin. Në shkurt të vitit 2025 ju kemi bë thirrje publike. Ju kemi bë thirrje publike, bëneni qeverinë, nëse ju po mendoni që Kurti është rrezik, bëneni qeverinë, mos u kompleksoni. Nuk e kam bë. Dhe sot e keni LDK-n, e cila del publikisht, edhe thot, Vjosa Osmanin masaksisht, edhe thot, Albin Kurti ka mi pas 2 alternativa mas zgjedhjeve. Një alternativë është me neve, një alternativë është e logjikës të komandantëve si Sami Lushtaku. E thot specifikisht ajo. Dhe e keni pastaj po ashtu PDK-n, që krejt sinjalet i qanë që kanë me qeveris me partinë e parë. Dhe që s'kan vijat kuqe, sepse nëse ti po dënë me ndërtu blok opozitar, edhe po thu që na dojna gjithçysh me opozitën, ti dush me thonë kështu, nuk dush me thonë s'kan vijat kuqe. Ti dush me thonë, une në asnjë rrethon nuk i shkojnë koalicioni autoritarit, o nëse i kom veç 1%.
edhe nëse i kam 10%, edhe nëse i kam 40%, me autoritar unë nuk qeverisi. E duke mos qenë gatshëm me e thonë këtë sen, këta veç janë të quë sinjale, sepse s'jënë sigur ta i merë kurti, po mba kje zgjedha i LDK-n. Nga përvojat frashërët edhe zgjedhjeve të zhvillimit politikës, gjuhën politike, pra luhet me dy karta, nuk është që... Luhet me dy karta, kurse ki për një me, kur e ki për një me, nuk luhet me dy karta. Unë që për të kalzej publikisht, 6 deputet kena kandidu, për 6 deputet ka kandidu PSD-ja. Nëse varet gjithë shka për ishtyne 6 deputetve, kur vot 7 deputet nuk kanë me pas për dikën që i thojnë autoritar. Kur, do më thonë sa t'jem unë në politik, vot nuk kanë me pas për dikën që i thu autoritar. E pyetja jeme është kjo, a mujnë me dalë me thonë deputet e PDK-s, që unë kur s'ka me pas vot as për qeverinë e Albin Kurtit, as për një president, që edhe nëse ka me ushici i pavarën, si ti ka votat Albin Kurtit, ka me konë president i Albin Kurtit. A mund të lutem, po, se i mbeta bëjës pa e përfundu fjalinë në marët, sepse nëse lexojmë deklaratën e një lideri politik, duhet ta themi të plot. Duhet ta themi edhe atë që ka thënë Bedri Hamzas që lëvizja vendosje pas këtyre zgjedhjeve duhet të shkojnë në opozitë. Duhet. Çka nëse s'shkon kallëzim? Ta ka dorën e qytetarit, nuk deri dorën e qytetarit, nëse qytetari e shet vetë vendosjen. Ne zhurojmë më shumë se ti nëse më vëshme. Veç që të përgjigjet, veç që të shkoj. Nëse qytetari e shet vetë vendosjen të parën. Çka bëni ju? Edhe e qet me 4-8%. Çka bëni ju? Jena në opozitë. Arrini në opozitë. Nuk ka keni vijat kuqe domethënë për vëvën. Tani, ta flas këtë për vijat kuqe. Vijat kuqe po gjithë. Për PDK. Në opozitë, po. Ti ki vit kuqe për PDK. Po jo partia jote. Dëgjoj. Se cilin deklarat Bedri Hamza Dhora Nismali po thonë nuk kena vijat kuqe. Unë po dëgjoj, i shohas po dëgjoj Bedria Aurani se kanë bëu problem me ç'çndrim. Jo, se probleme s'politik. Kanë bëu problem parti. Ajo logjike vetë vendosjes, nuk ka PDK. Jo, unë po të kallzoj që është logjike sot edhe e PDK-s që nuk ka vijat kuqe. Nuk ka vijat kuqe PDK-ja. Ai ke dëgju. A ke mos i me dëgju tash? Veç ai veç ai ke dëgju po dëriu asnjëherë, po nuk korrekt, për ndryshe ndasi fjalë lëmë përfundu duke ndërhyr. Jo, më Asë i flatë për auto, po, dëgjova edhe pse si pa të argumentin që nërë. Çështjen e vijave të kuqe, ma shumë e kanë ngrit vetë mediat e pastaj partitë politike i kanë shkel 100 herë. E para që ka bon një shkelje të vijave të kuqe, ka qenë vetë vendosje, ku keni qenë edhe jo, kur prej ISIS Argati Serbis, profesor Inërum. Pra, shkelje e vijave të kuqe, pra atyne që përmendojnë vijat kuqe. Partitë politike dhe qytetarët e Kosovës, vijat kuqe kanë veç me Serbinë. A me autoritar jo? Vijat kuqe kanë veç me Serbinë. Po jo fithuni Albin Kurti, po përmendojnë politikat e Serbisë në Kosovë. Dhe tash, sot është mundësia që Kosova me këtë proces zgjedhor, me e rëzu një qeveri e cila ka ambicje të jetë autoritare edhe të instaloj monizmin dhe diktaturën këto, ashtu që tha ju, me qëllimin me e zhduk opozitën. Kur të zhduk këtë opozita, e kena vesh një parti politike. E që shështë mos që s'ki vija shkuqe ndaj qësoj partije politike. Unë thash, jo në këto zgjedhje, po edhe në zgjedhjet e kalune, kam thënë edhe kam deklaru publikisht, që nuk dho vot për qeverisën e Kurtit. Shumë mirë. Shumë mirë, ma në fundit deputet për thot, i sholas bojnë problem Urani dhe Bedria, seriosisht. O, do se bojnë problem, se partia është demokratike, Jonja. Po, pa tjetër. Do se ka bo problem. Pa tjetër, veç që kjo nuk është qëndrimi i PDK-s, që ta kemi të qarë. Shqyqar, nuk është qëndrimi i PDK-s. Na e para... Kur i ka vyt Albin Kurtit, ju keni ullë tavolit, ju ka ullë Bedri Hamza, shturën e dilën, i shkojke takim, ju vizateke. Ka pas një gatishmëri. Absolutisht. Që ne i ndërtu institucionet edhe... Me kënë autoritar me ndërtu? Edhe pozitën e presidentit me pas një autoritet. Qëfare ka qenë dikush i familjes Jashari. More familjen Jashari, se ajo rasi pik. Momentin që... Jo më vetë s'kishit garancia që pja u jep juve presidentit, se ajo PDK-ja ka pas qëndrimin e qartë. E do i ke presidentin për veti, që thjesht ke punë. Momentin. Edhe nëse propozimi PDK-s do të kalante për president, atëherë një person me ambicje tila nuk do të mund të realizante. Nuk do të mund të realizante falë, zoti Kamish, zoti Haxhiu, se veç ka një defekt që tu në mënyrën që shpe me nëni presidentit. A s'ke mundësi të përfundoj unë në fjalinë? Jo sa Osmanin me të njëjtën logjik e ka votu LDK-ja në 2021-ën, dhe Vjosa Osmani jetë lutem. Jo se po ata fjallën për familjen Jashari fare. Fare se po ata fjallën për familjen Jashari, se ajo ka rasi opcion.
Pozicioni PDK-s është që na do të dhon propozimin. Unë piu kallzoj. Po neve ka qenë privilegj me pas dikon familjes Jashari. Nuk e pata fjalën për familjen Jashari, unë e pata fjalën kur Albin Kurti ta lejon ty iluzionin që ti e propozove një president, që ja lejoj LDK-s me Vjosa Osmanin 2021-ën. Dhe qaj president bëhet instrumenti Albin Kurtit që ndodhe njëjta edhe me juve me PDK. Absolutisht ndodh. Absolutisht ndodh. Si të thush, nuk kom vijat kuqe për Kurtin. Si të thush, nuk kom vijat kuqe. Tash po flas për PDK. Unë po flas si PDK. Unë po flas për PDK. Ja, që kjo nuk ka përfacimi PDK sepse PDK janë në secilën studio televizive ato thonë nuk kemi vijat kuqe. Për facim Lezos. Arjan Tahiri para 3 ditëve në studio televizive tha Albin Kurti duhet më mësu me bashkëpunim e jetë përsërit. Pra ju po tani bashkëpunim. Bashkëpunim po dojnë. Kam vot për në emër personale dhe respekt. Nëse secili deputet që nuk ka vot për Albin Kurtin ka me kon aleati PSD-s në opozitë në kuvend. E si me dal pe krizë. Absolutisht. Tash, që meta përfundu. E para për momentin as ka opozit, as nuk ka opozit. Jena në zgjedhje. Çështja është si me dal pe kësaj krize se nëse vazhdojmë kështu vazhdimisht zgjedhja. Mos të referohemi çështjeve, thuhet ti dikush e din rezultatin zgjedhor ose i ka pa zgjedhjet rezultatin zgjedhor që kanë votuar qytetarët askush se di. Çdo herë sjellin befasi zgjedhjet. Është në dorën e sovranit. Me vendos me 7 qershor për udhëheqjen e qeverisë edhe për programin më mirë në dorën e sovranit. Ky elektorat dhe qytetari Kosovës din me i cënu edhe me i pa rreziqet që cilat vinë. Pra, din me i pa rreziqet nga vinë për shtetin edhe për mirëqenien e tij. Qytetari i Republikës Kosovës e përjeton çdo ditë krizën ekonomike edhe sociale, edhe institucionale edhe politike, e cila është e prodhuar në qëllimshëm për kësaj qeverie. Me ardhur në situatën ku do kishte tentativë që të instalohet diktatura e udhëhequr prej Kurtit. Dhe në situatë tillë, qytetarët unë jam i bindur që këta qytetarë dinë me e pa rreziqet për vendin. Sepse instalimi i diktaturës në Republikën e Kosovës do të paraqet një rrezik vetë madh edhe për dobësimin e shtetit, edhe për zhbomin e demokracisë. Dhe në situatë tillë, rrëzimet e diktaturave asnjëherë nuk kanë ndodhur pa konflikte. Dhe situatën sot qytetari po e lexon qartë. Për te këtyre përplasjeve tona, për deklarimet ky ka thonë kështu, ky ka thonë kështu. Vijat e kuqe në debate televizive për partitë politike janë mbartur nga mediat. Kadrvesjelja pa thonë në vitin 2017 që vijat e kuqe shqiptarë duhet me marrë vetëm me Serbinë, mos bashkëpunojnë me ta për me dëmtu shtetin. Por, mas 6 vjetë qeverisje, këtë qeverisje, televizit vendosje, ku mirëqenia qytetarëve është rënu, atëherë detyrimisht vetë vendosja duhet shkojnë në opozit. Mas gjithë skandaleve cilat i ka prodhu kjo qeveri, edhe hajnive, korrupsionit që i ka prodhu, duke fillu prej energjisë, të rezera shtetërore, të kontratat një burimore, në cilën dush sektor, të arsimet të shëndësia, të infrastruktura ku dush, pra duhet shkojnë në opozit dhe t'japet llogari, letë përmirësohet dhe t'jap përgjegjësi para organeve drejtësisë për gjitha abuzimet. Megjithatë zoti Kurti po deklaron që sepse nëse ka gabu dhe dikush ka ambicie që me bo mbret e xhandarmeritë mbretit, atëherë qytetari e lexon qarto edhe ndëshko me vot. Pa i po thotë zoti Kurti që qytetari po mdon mua, thotë e ko marrë me Këto është një problem logjik në këtë që thoi partitë. Vetë për në fjalin po. Vetë një borx. Zgjedhjet e fundit. As kanë qenë ferm, as kanë qenë demokratike, edhe kanë qenë manipuluar. Rezultatet që ne ka marrë Kurti, edhe është bë mirë që u shku vendin zgjedhje, sepse nuk paraqet disponimin real qytetarëve të Kosovës. Disponimin real qytetarëve të Kosovës kanë me pa me 7 qershor. Për mu krejt problemi është që krejt llogaria e PDK-s, edhe e LDK-s, po LDK-ja ka lëshu komplet, edhe PDK-ja ashtu e lëshu për çdo ditë më shumë, krejt llogaritjet e tyne janë varet që është vendos vota e qytetarëve. E por ajo është ajo përgjithësi. Jam tash të përfundoj se unë mos më ndërhyj dhoni. Pra krejt është
let vendos vota e qytetarëve. Na e dim që në përbot vota e qytetarëve ka ditë me vendos edhe gabim, apo jo? Sepse nëse ti thu dikujt autoritar, ai me votë është zgjedh. As ka manipulu, as ka vjell, vota e ka bo. Nëse në këshit rast ka pas ndonjëherë manipulime, ka plot raste në përbot që vota e qytetarëve ja ka dhënë dikujt 70%. Mirë po, qaj dikush që i ka marrë 70% kudo në përbot, ai dini çu ka ra. Ai ka ra veç prej dikujt që ka thonë unë kompromis me çdo kur. Unë kompromis me dikën që po doj ka me bo diktatur, me bo monarki, e gjandarmarit, mbretit, unë vijat kuqe për qëtë. Jo bashkëpunim. Unë e për qëto kur njët nuk bashkëpunoj, unë veç e luftoj qëto. E për tash, qëto nuk e thot opozita ju. Dhe ka një arsye pëse thot. Unë jem të folë tash për PDK-n edhe për LDK-n të sjetë për përfacu linjën zyrtare të PDK-s. Jo, bashkë PDK. Atëherë ngoj studio tjera eshe. Ngoj emisionet qa po thojnë Bedri Homza e tha tjerë të eshe, se unë e di zot Reagjiu që edhe ti nuk pajtohesh me politikat e PDK-s, po së në thu publikisht këtë. Po mirë, ta vazhdojnë në fjallën më snej, ta vazhdojnë në fjallën. Që qështja e vijave të kuqe, qa po thot kë? Qa po thot PDK, a qa po thot zot Reagjiu? Po thot, qyre vijat e kuqe jënë kohën këtu, po e keni po që është partit i kanë hek të në kohën, kështu që ma mirë s'po flasin për to, që i bjen që ma mirë s'po rajmë se po duhet me qitë vine kuqe e mas nej po duhet me hjek. Jo, më a bën me thonë të vërtetën, a bën me thonë të vërtetën, edhe me majtë qatë vërtet. A bën me thonë, a bën me marë përgjithësi një parti politike opozitare që i thët vetit opozit, me thonë që unë kur s'ka me bashkëpunu me të, e jo mi qu sinjale, se janë të qutë në kohën sinjale, në për studio televizive. Zgjidhja Froshën. Tash po tregoj edhe cila është zgjidhja. Tash po tregoj edhe cila është zgjidhja. Na ju kemi qu letër edhe PDK-s, edhe LDK-s, para se me fillu fushata zyrtare elektorale, domethënë ka 2 javë, ju kemi qu letër ku ju kemi thonë, a jeni ju të gatshëm me nënshkru që mas që ty në zgjedhjeve, po e bojmë një qeveri, jo politike, jo partijake, me votat opozitës, nëse e merr shumicën opozita, jo partijake, ku krejt janë njerëz ekspertë dhe nuk janë të partijak, që e ka veç një sënim me departizu shtetin, me i shkarku kapjen e bordeve që ja ka bo krejt qëto që ja ka bo kurti, me i departizu, me i shkarku, edhe mas 2 vjetëve, vendosim a ja vazhdoj mandatin në 2 vjetë, nëse ka nevoj hala me departizu shtetin, një qeveri jo partijake e cila kish me zgjedh antarë të rritë gjukatës kushtetuse që mus mi alon kurtit me i kapë, se vitin e arshëm kanë me zgjedh, mus me kapë gjukatën kushtetuse, e cila kish me zgjedh krye prokurorin, mus mi alon kurtit me i kapë. Pra, kemi bo ofertë konkrete, ape në shkruni, as një për tyne nuk janë të gatshëm me thonë pope në shkrujna dhe pope bojna këtë sen. As një për tyne nuk janë të gatshëm me dalë me thonë, hajde që, i njërën e PSD-n. Që si përgjigjën PSD, se po thonë një partije vogël, në regull, mos ju përgjigjni. Hajde dilni ju bashk, edhe thuni që kjo platforma jonë opozitare që nëse ne e marrëm shumicën, qofta nëse i meraj 49%, po na i kina 51%, na kina me bo qëto s'kina me lopë për Ai prap ka me deleru që është fitusi. Prit, letë është fitusi, nuk dalin me thonë sepse menën e kanë tjetër kënë. Na e na të thonë, qëto jënë parti të cilat politikën nuk e kanë për një me, politikën e kanë interes. E kur e ki politikën interes, si parti opozitore, kur e ki politikën interes, ti mas nej nuk qysh mu bo bashke me bo front për me kundërshtu një të keqe që ti veti thu që është të keqe, po ti qysh me hi në qef Albin Kurtit që më mftu mu, për që ta tash ja ka nis me ushty njona me tjetër kush po kallëzohet ma konstruktive ndaj Kurtit, se tash janë të utut që Kurti mos për merë LDK-n para neve, ose LDK-ja mos për merë PDK-n para neve. Që kjo ka me thonë dhe me thonë që pas përvojë edhe në 2021. Ka pas përvojë, një të thonë që nuk ka mësu nga ajo përvojë, sepse për me mujti me mësu nga përvojat e kalume, do të me pas politikën për një me. E LDK-ja ka këshyrë veç me mbjetu, PDK-ja ka këshyrë veç me mbjetu. Shumë e tjerë situatë. Kuptojnë një gjo, se unë e moj men këtë gju tonën edhe kërë e konë dhe vendosje. Në kjo gju. është për fushata elektorale. Jo është gjuhë pasionante, është gjuhë që vjen prej besimit vërtet në idealet që i kam unë. Unë edhe kur im kam vetëvendosje edhe sot kum besu për një mend që ato që i thëm, për që ta flas çështë. Unë nuk kam gjuhë konstruktive për vetëvendosje. Është për fushata elektorale. Është për gjë. Por pastaj bashkëpunuese me tjerë. Kur kam bashkëpunuar me cilin pushtet kam bashkëpunuar? Me vetëvendosjen. Kush? Unë e kum lënë vetëvendosjen kur i ka pas 26% pa hyrë në pushtet.
Ja u kumlon juve në dorë kushtimisht me thonë, e ju si opozit e keni pru në 51% pushtet. Mojnë men kër keni qenë kuvend me PSD-n. Jo, unë kam qenë kuvend si deputet, po në pushtet nuk kam qenë kur. Unë e kumlon vetëvendosjen, e kam luftu me vetëvendosjen me qitë gju, me qitë pasion, në kohën kur ju keni nështru edhe e keni po 51%. Kur? Jo, qëre, me najtë në një kuvend, me pushtetin e Albin Kurtit, e kur një protest do me thonë se nësë mi a bo, e kom bo. More ti e ke bo në ashta, po se ka bo asni njeri tjetër i partijës tonë. Jo, more njëm të folë për partijën tonë, se unë me ty personalisht nuk kom kur gjohë, njëm të folë me PDK-n. PDK-ja, do me thonë, e ka majt 5 vjetë Kurti pushtetin. I keni thonë është autoritar, i keni thonë është hajnë, është mashtrus, e një protest nuk keni konë gjendje me abo, Kamish, një protest nuk keni konë gjendje me abo. Jo, Kamish, as njës ja keni bo. I keni bo në fund për gjykatën speciale, Kamish. Po ja, a jetu full për gjykatën speciale? Po a ti një Kamish që kur kena bo nga protesta për gjykatën speciale, kur kena thirë në fillim, e kur jemi arrestu për gjykatën speciale, Memdi Krasni që i thirë kënë ndek, ju thëj ke mos dilnin protestat PSD-s, Kamish. Nuk e din, për që për të kalzoj une. Jemi dalë 15 veta, Kamish. Jemi dalë 15 veta, ja kemi bloku fjallën Trëndafilovës. Memdi Krasni që e uran Ismaili i thirëshin në ndek, mos më nalon me marë pjesë në ato protesta, Kamish. Po vje keq zotja Gjiu, sepse vetë formati është debat, është tjetër është qështë pse s'janë edhe përfatsus tjerë. Disa studio tjera si kam ftu PSD-n edhe Froshi ka pak pasionat për me froshi, vetë këshalu me muajt i parame. Urani ju tut me dojnë debat për shtas në kaftu. Urani Ismaili ka thonë zdalj me PSD-n për shtas në kaftu. Froshi t'jalon maqësirën. Edhe përfasus e së cilës parti kanë thonë me PSD-n nuk dalin. Tash unë e për të kuptoj për opozitarizmin Kamish, edhe ti e din, edhe ti. Partinë e kika. Kuptojnë një gjo. Jo, partinë më të mirën jam. Jam i... Allojnë partinë e Urani Ismailit. Partinë demokratike. Mos më prut në erzotin e thonë jam partinë më të mirë, e me pas Urani Ismailin partinë demokratike. Urani Ismailin partijë, i cili e ka format partijë, e ka këshirë me qute kurti. Diferencime. Jo, diferencime. Të kësoj natyre, mrana partive politike. As pak diferencime ka me ti e din tash. Jo, publikisht edhe ti e pranoj që ki plot probleme me partinë. Po t'lutem. Po s'është e vërtetë që po thu. Nalo, ti e din që ki dallime ti vetë me partinë tonë. Ti vetë me partinë tonë ki dallime. Pasuri me pas dallime? Jo, dallime substanciale, Kamish. Dallime substanciale, partia jote Kamish asnjë protestë vetme nuk e ka bërë kundër Kurtit. Asnjë nuk e ka bërë. Asnjë nuk e ka bërë. Kompromis është me pushtet autoritar, është kompromis partia. Atë flasim e gjatë. Unë jam PDK, një parti politike që boron nga ushtria qëllimtare e Kosovës, një parti politike që momentin që ka fitu pushtetin 2007 në shkurtin e 2008 që ka shpat pavarësi, një parti politike e cila pas pavarësisë ka filluar rindërtimin e këtij vendi. Ka ndërtuar autostrada. Me kreqet bagazh ju ka nështruar një autoritarit Kurtit. Me kreqet bagazh një parti e ka marrë dorë Urani Ismaili. Paske probleme me dëgjime. Probleme që s'ka opozit në këtë vend. Po s'ka opozit se jena zgjedhje. Jena zgjedhje s'ka opozit. Zgjedhje s'ka opozit. Fiks që 5 vjet. Zgjedhje s'ka opozit. Zgjedhje nuk ka zgjedhje opozit. 5 vjet ka zgjedhje s'ka opozit. 5 vjet ka opozit. 5 vjet keni bërë shans me bërë opozit, nuk është po opozit. Këto e që Po ju s'pe kuptoni që s'ka opozit. Keni bërë opozit që 5 vjet. Zgjedhje opozit. E nëse si fitoni këto zgjedhje, jo Kamish, çfarë doni me bë? Doni me shku te Kurti, a doni me bë opozit? Bojnë opozit. Se 5 vjet s'keni bë Kamish. I përgjigjëm PSD s'ka më përgjigje. Po s'ke bë 5 vjet opozit. PSD s'ka më 5 vjet por i ke pasur me bë opozit. Mos u përgjigj PSD, përgjigj ju popullit Kosovës. Që ka lyp për opozit. Që kishte dëshirë ta drejtohet. Mos ka lidhje jam ka për zonë as unë ka për zonë, unë po të kallzoj. Unë e kum kundërshtuar Albin Kurtin më shumë se sa krejt 45 deputetë e opozitës tonë. Vetë vendosje kur kundërshtuesi. More e kum kundërshtuar në momentin që s'ju pajtu me të.
Unë qa kom bo, që ti s'me banë është kjo. Unë kur partia lem ka bo gabime, unë e kum braktisa parti. Ti sot, kur partim po ta mërë Roni, e Izabelit, e po ta qënë të Albin Kurti, nuk po jenë gjendje me dojnë me thonë një kritik. Unë e kum gjonë krejt partin, kur nuk ju pajtu me të. Shumë e thjesht. Shtu që kjo është pozicion. Jo na mi ju dërzu Albin Kurtit, kur? Se na nuk ka shans me dojnë në asë një studio televizive me thonë, nuk kemi vija absolutisht nuk është e vërtet kjo, ju e keni pru Albin Kurtin 51% e keni po Albin Kurtin. Jo, mëre na nuk e kemi sulmua të ka vendimet gjykatav, a i besoni ju gjykatav? A i besoni ju gjykatav? A i besoni gjykatav? Po gjykatat kanë shpallë pa fajshëm. Ju në menova që ju sjeni si vetë vendosja, apo? Jo, lenë në nështrimet, kamish, 6 vjetë dit ju ma rëstu që të kundër Albin Kurtit e ju në rehatin e Izabelit, bashkë me Urani Smojlit, e me Mendin Krasniqi në rehatin e Izabelit, ja keni lëshu rrugën Albin Kurtit në se cilin sen. Ju s'ka lidhe kjo, absolutisht për parimet edhe në ko asni lidhje. Unë sot për i thirje, thirje për pëj. Veç del një thuni, nuk kemi mja bo votat Albin Kurtit, nuk kemi vijat kuqe për Albin Kurtin. Veç del një thuni, keni vijat kuqe për Albin Kurtin. Veç del një thuni që me asni kusht nuk kemi mi bod president Albin Kurtit edhe unë tërhishta, po nuk e thuni, sepse prej Izabelit, Urani Smojli nuk del me thonë si se. Sepse ajo ka këshur me ko partin tonë, ku ka vesh, e me gjithë të Albin Kurtit. Kena problem se është, kena problem sepse e ka ko partin opozitare edhe pe qënë të Albin Kurtit. Po na i pononi ta këthejmë sinjali prap t'luta këthejmë të... Atë breng, po ta e këtë tash. Jo të je ke pregëm pej vetin, se fejqenje unë e kom këtryme atë punë, unë e kom këtryme atë punë, si dalin, se cilë studio televizive, me thonë, na nuk kemi vija kuqe, ajo punë për mua është të hapsirën, sepse ajo punë është drejt përfundimet të hapsirës. Na nuk kemi vija kuqe, për mua ajo është këtryme, jo mre, veç, Ani, unë për ka vegën, hajde ti mos o po vegën, ditë thuj kom vijat kuqe për Kurtin, ditë thuj kom vijat kuqe për hapsira. Po ti për thuj pas me thot Bedri Honza, po s'pe thot Bedri Honza, s'pe thot Urani Smojli, s'pe thot Urani Smojli. More Bedri Honza ka thot na të të po qeverin, se ka po gabimin na me për foqës dhe se kem plan. Zotja Gjik, këthejmë të lutat të tema, sepse shkoj kejtë hapsira në debat. Po më interesant qëfar investime parashien programin tuaj në këto sektor teknologjisë për çka edhe po diskutojmë se na shkoj kejtë koha debat. Unë po flasë në sektorin cilin jam i mishnun me ta, për sektorin e shëndetësisë dhe investimet në sistemin e informimit shëndetësor dhe në digitalizim janë të kalkuluarat buxhetora, të planifikuara në kuadër të buxhetit nevojshëm që nevojitet për sektorin e digitalizimit të sektorit të shëndetësisë. Është fatkeqësi që brenda këtyre 6 viteve buxheti i cili ka qenë ndonë për sistemin e informimit shëndetësor është ka shkuar në suficit për çdo vit. Për çdo vit janë mbartur nga 4 milion në buxhetin e shtetit pa u shpenzuar asnjë prej tyre. Në kalkulimet tona për digitalizimin e sektorit të shëndetësisë, mendojmë që ai të jetë gjithëpërfshirës, duke integruar në tërësi administratën publike, sepse aktualisht e shohim ne që funksionon platforma e Kosova, që duhet jemi real për të folur, mirë po nuk ka një integrim të kësaj platforme me nivelet tjera lokale dhe të vetë administratës publike. Ka ngjecje në këtë sektor, sepse nuk ka një integrim të plot, derisa krejt të dhënat digjitale i posedon institucionet publike, prap nëse aplikon prej një institucioni tjetër, do është me dërgu një mëri dokumentash. Tash po flas të sektorit shëndetësisë. Ne vazhdojmë, plotësojmë raportet mjekësore në hard copy. Pra ende me laps edhe në letër, pra në një sistem i cili do të raporti, anamneza, diagnoza, terapia, do të jenë platformën digjitale të e-pacientit dhe terapia pastaj do të bartet në platformën e e-recetës. Dhe as që barë në sot i përshkun mjeku,
aq kemi marrë në barnatore, dhe nuk kemi pas mundësi me marrë barna ma shumë se sa që të ka përshkru mjeku. Ne e shohim që edhe sot kena abuzime edhe në blerët pa të kontrolu në barnave, mi pa ajo s'ka do t'ishtë edhe më rëndësishme, do ta luftonte informalitetin edhe kontrabandën farmaceutikë. Sepse ju dini që ka plot barna që të hynë zezën edhe së regjistrohen, mi po momentin e digitalizimit. Digitalizimi na mundëson neve që të kemi një sistem me cilën ne e kontrollojmë në tërësi vjushmërin e pacientit edhe hyrjen edhe daljen e barnave nga sistemi. Gjithashtu, do të na njoftonte me kohë edhe për mungesat e barnave në stok që të fillonte procedura automatike përmes blockchainit. Dhe kjo do të na krijonte neve një sistem digital shëndetësor që do të rrinte edhe transparencën. Dhe një çështje që besoj shumë qytetarë sot e dinë përshkrimi i barnave sipas interesave të kompanive farmaceutike. Mas një viti të analizës së përshkrimit të raporteve mjekësore sistemin digital, ne do mundë me po edhe prokurori se cilin bari, cilin mjek e ka përshkru vazhdimisht dhe për çfarë interesash. Nëse ka dalë produkti i ri, pse se ka përshkru produktin e ri, po ka vazhdu me përshkru një produkt i cili nashta nuk ka qenë më i mirë për pacientin, po ka qenë për interesin e kompanisë farmaceutike. Ju të mani me ato sponsorizime që ka bërë shpeshherë kompanitë farmaceutike për personelin shëndetësor, për t'ju përshkruar barnat të kompanive tyre. Na sot e kena një realitet ku ish kryetari i komisionit për revidimin e listës esenciale të barnave, përfundon aksionarin e një kompani farmaceutike, masi e kryen punën në futjen e barnave në listën esenciale të po asoj kompanije, e cila rezulton veç pak vite ma vonë që tjetë kompania më përfituese në sektorin e shëndetësisë me afër 100 milionerë. E cilën kompani pastaj shkon e viziton kryeministri Kurti për pashk. Sepse ky krim farmaceutik që ka ndodhur është drejt për drejt i lidhur me pushtetin, sepse sistemi kujdesit shëndetësor nuk është mos sistemi kujdesit ndaj pacientit, po sistem i abuzimeve të korrekt pacientit për interesat e qeveritarët të korruptum të lidhur me kompanitë farmaceutike. Na mujna me folë për plane, mujna me folë për detaje, mujna me folë për programet bukura qeverisë, mirë po do të me konë vetëdijshëm që Prishtina nuk ka më lënë për logo e që aty qeverisin PDK-ja bashkë me LDK. Ta shumë muj me folë për digitalizim, muj me folë sa mire kom programin, e në vetëmin vend ku kom... Ani, a bënë më 3 minutat e mi, po flasëm për temën temë. Rregull. Ani, le të fokusohet, do më thonë, Zoti Haxhiu të tema e vetë, unë po fokusohet në atë tema jem në mënyrën e vetë. Edhe kjo foli për shëndetësi, nuk foli për digitalizim, foli për shëndetësi. Mirë po letë mi lem pra mu... Mirë, letë i kam unë 3 minutat e mi, po flasë edhe në për temën temë. Unë e mujmë ju kallëzu qysh plani i bukur për digitalizim i PDK-s ose i LDK-s ko ka maj mirë se i qeveris, ndërkohë që unë mu ka mush bërlëg qytetë e nuk jem të hek qatë bërlëg. A bëm vla njëherë me kallëzu që ka jetu botin të vetëmin vend ku ki pushtet, e mas ne me kallëzu qysh pas keme qeveris ma mirë. E para, e dyta i kina përvuna. E ka publiku një ide që mund me lemru për mes... Po mëre veç bërlogo ka em lënë Prishtinën pavarësisht ideve. Edhe ka em lënë Prishtinën e ndërmarja që duhet me pastru që atë bërlog menagjohet prej PDK-s Uran Ismailit tash e 5 vjet. E tash na me anë me folë qysh pas në digitalizim e pas në kështu, kjo është për mu me bo hajgare me qytetarët, po në regull, është teme e tyne. Unë sot menoj, lema se nuk dërhyva tash pjesën tonë, lema mundet e fry, s'kom nevoj për pëtime, s'ka problem, krejti për meni, unë e pju kalzëj, 70% të komunave qeverisë që kjo opozit nuk ka najfar digitalizimin tu. Tash të e ki programin ma të mirin për digitalizim, e vjenë më kalëzën që qeveri kina me bo digitalizim, i ki 70% komunave, kun digitalizim s'ke bo, kun shëndetësin se ke regullu. Kun, dhe më thonë, në para disa ditë është në një debati, edhe në komunat ku qeveris, PDK-ja, Prizren, për shambull, një qerë republike. Ferizaj, një qerë republike.
Në Skënderaj një qerë republike. Tash kur del që kjo opozita dhe thot Albin Kurti s'ke ndërtu hiç qerë republike, që është krejt e vërtet, edhe na e kena kritiku të partë për këtë sen, edhe vazhdojnë me kritiku. Atëherë qytetari thot, po më falni veç pak se ju se unë juve nuk isho si alternativë, se unë e pedi çka po bën Kurti. Tash, pas se nuk ndërpreva tash, dem tash vazhdoj. Dem tash pjesën tem. Dem tash pjesën tem 3 minutëshe te përfundojmë në pjesën tem. Për çitaun jam gatu me thonë, që tema në këtë zgjedhje për cilën ka me votu qytetari i Kosovës nuk është tema kush e ka programin më të mirë, është tema kush ka me bo opozitën për një me mas që ty në zgjedhjeve. Sepse po dihet kush ka me bo opozitën, kush ka me bo pushtetin, pa të lutem burë se nuk ndërpreva tash nëse do në me bo zhurën prave bojmë se ti e pe që s'pritoj. Po mos e prishun pra emisionin. Une, pra te qytetarë të Republikës Kosovës, tema që ka me kone rëndësishme në këto zgjedhje, është kush ka me bo, a ka me bo dikush opozitën e vërtet. Sepse kush ka me bo pushtetin, po dihet. Edhe ka edhe nga rendja tjetër kush me shku me pushtetin. Po çka po metet, po me qëtëte, po kom qefë me përbyll me tregu që nuk ka me votu. Qëre, atëherë unë e për thëmë kështu, kush dënë me votu për temën e digitalizimit, që ku i kam pra deputet, leti votojnë. Shumë në regull. Leti votojnë, kush dë që menon që këtu digitalizimi ka problemi kryesor, i kanë krejt deputet eksperta të partive tjera, leti votojnë. Unë e më të thonë, letëm votëm veç qaj që dënë opozit për një me për mos milion autokracin me ndohë në Kosovë. Veç ata letëm votojnë mu. Veç ata qytetarë. Edhe nuk jem të i bo thirje as qytetarit opozitës, as qytetarit të pozitës. Unë jem të i bo thirje edhe atyne që jenë me Kurtin, edhe atyne që jenë me opozitën. Nëse dojnë me pa demokraci që të, sepse që po rrezikohet është demokracia, nuk po rrezikohet digitalizimi. Në më thonë, jena të folna për problemet shëndetësi në Kosovë, kur që kjo opozit një protest nuk e ka bo për shëndetësi. Jena të folë për problemet shëndetësi për një opozite që ka pas pushtet, me vitet tona o nivel qëndrore s'ka po sen për shëndetësi. Edhe mas ne i kjo normalisht që reflekton të qytetari. Për që ta unë po thëmë, vyn një opozit e vërtet me hinë kuvend, e cila kur ka me i bo që to luft ndaj autoritarizmit, ndaj keq përdorimeve të pushtetit, njerëzit kanë mi besu që e ka për një me, nuk e ka për interesa. Jo opozit që vjen jo opozit si Uranis Mali që vjen fol për shëndetësin, e mas në 4 vjetë hup nuk e sheh kërkun. Vjen fol në fushat elektorale. E para që është të rëndësishme, zgjedhjet mbohen me i fitu zgjedhjet. More ju muni me ndru që ka dëni, puna është që ka bëni nëse si fitoni, që të është mirë më në falëzëm. Nuk dëryna të lash me folje edhe e rëndësishme është që zgjedhjet hyjet dhe Partia Demokratike ka një zgjedhje me i fitu zgjedhjet, edhe me e bo qeverin vetë, edhe me e përmirësu jetën e qytetarit. Për një me besojnë që mundi me bo vetë qeverinë? Po. Për një me e kia? Po besojmë që i fitojmë zgjedhjet. Dhe ka mundësi, pastaj me parti tjera, edhe me bo qeverinë. Ju thatë vetë? Dhe vetë vendoshin. Pra, Partia Demokratike beson që i fito zgjedhjet vetë. Pra, i fiton zgjedhjet. Partia Demokratike që po flasë. Pra, ti po mendon që PDK-ja i merë 51% këto zgjedhje? Jo, i fiton zgjedhjet. Për me bo qeverin vetë? Jo. Edhe do të bënë qeverin. Partia Demokratike do të bëj qeverin. Po e nëse si fiton, kalëzëm kamesh. Po të vajrë e përgjigjën të, apo ki që me ta përsëriti që mërë. Jo, unë për të kalëzëm, nëse ti e partia e dytë të thirëve të vendosja me qeveris. Nëse një partia e dytë të thirëve të vendosja me qeveris, që ka bënë? Veç kalëzëm që ka bënë nëse thirëve të vendosja me qeveris. Pa të lutem. Diktaturën këtë vend, pa qenë fore kuvend, ti s'kja s'pëci, Valojnë, ma shumë se sa 50 deputet që i kitin kuvend. Ma shumë se 50 Urani Smajla që shkojnë shefën i Zadasit të një zgjedhje. Po pëse se rëzu, që shë rëzu t'ju pra, se veç e keni forcu që 5 vjetë. Jo se ka na forcu, po ka na mërzu. Jo mëre e keni forcu, e keni forcu. Me manipulimi ka morë 5 të një. Që me manipulim? Po, mani mëre musluni me manipulim? Mani me pse për shkak të diasporës, a? Për shkak manipulimit votave dotës, manipulimit djerit votave ka bukur edhe para zgjedhjeve të shkurtit. Votat e diasporës. A ka dhënë shtesa edhe para zgjedhjeve të shkurtit. Zgjedhjet
Votat e diasporës kamesh nuk jenë votat vjedhne. Jenë votat qytetarëve të Kosovës kamesh. Vjetat manipulon e përën Jenë votat qytetarëve të Kosovës kamesh. Jo, ato ka manipulim ekstrem. Jo kamesh se njerëzit kanë ardhur kanë votu fizikisht në Kosovë. Jo, edhe ata që po votojnë me Kanë ardhur fizikisht me postë. Votat që kanë ardhur fizikisht kamesh. Ju kanë ndryshuar zorpa. Fizikisht kanë ardhur, po nëse s'ju konvenën që po votojnë kurtin në ai që ka votuar në Kosovë. Se ti për ashtu, ai që ka votuar në Kosovë. More ju keni pas komisionera nëse cilin ambasadë, po lene mos bëni ai varë me shumë arsyetime. A dem procesin. Këtu janë arsyetime kamesh. Kamesh këtu janë arsyetime kur ju kanë konvenu vota. Kur ju kanë konvenu vota, si keni konsideruar të manipulume. Mani se krejt hapësira në shkollë. Se manipulojnë, se manipulojnë edhe në shkurt, pra. Nëse kuptoj edhe një gjë. Lutem. Po ta tregoj se s'pedishe. Deri në ora 7 votohet në ambasadë. Prej orës 7, 4 ditë ku ti të votimit të rrinën. Mani se kur kena besuna që votat janë vjedh, na e kena qunë kom një Kosovë. Zotja që Se votat janë vjedh e kena qunë kom një Kosovë kamesh. Ma se e kena qunë kom një Kosovë. Me pas besu ju që jenë manipulion votat. Keni pas kauzat rrajshme. Po jo më ka uzat rrajshme, jem të folë, po jem minutat e fundit. Të lutem zotja Agje, kthemi edhe për pak minuta në temë çfarë apo si duhet truhet mos largimi profesionistëve të teknologjisë. Truri tyre duke i mbështetur edhe duke i subvencionuar, sepse me ligjin për pagan në sektorin publik është të përcaktuar dhe sot vazhdon me pas paparazi të personeli i IT-s. Japun një shembull. Në IT, Ministri Shëndetësisë ka koeficientin... Do të keni programet veçanta për profesionistët e IT-s. Po duhet kjo të mbështeten këta profesionistë sepse janë të rrallë. Dhe aktualisht ndodh që në IT, Ministri Shëndetësisë, që është me shkollë të mesme, e ka koeficientin 12. Po në IT, në SHSKUK, me master e ka koeficientin 6. Pra kjo është aktualisht që ndodhë në sistem dhe pastaj për shkak ti trajtimi jo të barabart, këta IT na iku. Pra ne duhet mi mbështes edhe mi mbështet bazu në profesionalizmin edhe përgatitjen cilën e kanë. Sepse vetëm kështu ne mund të stimulojmë edhe rinin tjerë për të studiuar edhe për të përgatitur në sektorin IT, sepse na kena mungesë kadra në këtë sektor. Dhe kena një administrat e cila nuk është e përgatitur në plotësisht për digitalizimin. Sepse nuk fillon digitalizimi prej komune, po fillon prej nivelit qendror e për të ushtri pastaj rrjeti deri në pikën më të fundit në administratën publike edhe në nivelin lokal. A mundi mi përfund nga një minutë lutna, çfarë premtoni trimve, ekspertët e teknologjisë, IT-ve, programerave, që doni me mbështet, po mendoj, edhe në aspektin financiar, edhe me pajisje, edhe në çështje tjera që lidhen, që ata tri qëndrojnë Kosovë. Unë menoj që në këtë vend, nëse ka me hup shpresa ka me hup edhe për trit, edhe për krejt qytetarët e Kosovës, shpresa ka me hup, vetëm nëse një pushtet i rrezikshëm edhe autoritar ka me pas autostradë para vetës në secilin fush, pra s'ka me pas opozit. Pra, për çfarë arsye, unë jam të insistu edhe të ju bo thirrje qytetarëve të Republikës Kosovës, edhe aty në opozitarë, edhe aty në të pushtetit. Nuk hupin kur gjë qytetarët e Kosovës me i shtin ku vend 6 deputet të PSD-s. Dhe po argumentoj pse nuk hupin kur gjë. Nëse ti sot e dëm pushtetin, edhe mendon që jo mirë Albin Kurti, prap është rrezik mi alon krejt në dorë, që ati pa e pas një opozit vërtet që ka për një me besime, jo interesan politik. Nuk është mirë, se edhe nëse ti mendon që ajo është mirë, kur ja lën krejt qel pa opozit, ose me një opozit komplet delegitimume që kanë veç interesa, aje ka autostrada dhe masnej nuk ka kush e pengon. Po ashtu nëse je opozitar edhe me qëto pe përfundoj, edhe mendon që kur qysh zduhet majt zhagun Albin Kurtit, prap ma mirë është mi pas 6 deputet PSD-s aty, se sa 14 kësaj opozite që në fund kanë me i shku Kurtit. Pra ma mirë është prap me 6 deputet të PSD-s ka me mri me umbroj demokracia shumë ma fuqishëm, se sa me lënë opozitën dorë të partive opozitare. Një minutë për fund, pro. Faleminderit, unë iftoj gjithë qytetarët që të bëhen pjesë e ndryshimet me shtatë qershor, sepse me gjuhën e polarizimeve, e të përçarjes, e të konflikteve, vendi ka humbur që 6 vite duke bërë regres prapa. Kjo krizë e qëllimshme duhet të ndalet me 7 qershor
dhe të votohet Partia Demokratike numrin 125 Bedronza për kryeministër, i cili ka kompetencën e duhur, profesionalizmin e duhur me udhëheqë vendin drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe për të përmirësuar mirëqenien e çdo qytetarit, duke i ulur çmimet e produkteve bazike dhe duke i rritur pagat edhe përmirësuar mirëqenien e përgjithshme për qytetarët e Republikës Kosovës. Këto zgjedhje janë për qytetarin, për mirëqenien e tij dhe për të ardhmen e shtetit të Kosovës. Ky degradim i shtetit duhet të ndalet me 7 qershor. Zoti Haxhiu Frasha, faleminderit shumë për pjesëmarrjen. Shikues të nderuar, kaq për debatin e sonte. Pas pak do të mund ta ndiqni edhe analizën zgjedhore me të ftuarit tanë. Mirëmbëjtje.